konkrete. Kjo është e vërtetë që në kohën e zotit Kurti kemi raportet zyrtare, formale, midis Prishtinës dhe Tiranës, nuk kanë qenë më të mira. Faktikisht edhe sot që flasim, për shembull për shkak të deklaratave të ministres aktuale të Sonjës Gërballa, ka një moment ngrirje spaku midis dy ministrive, Ministrisë të Risisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Por ka një zbutje, duhet të thënë, ka një farë, nuk e di a është detant apo zbutje e përkohshme midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Ndërkohë që ne gjithë e dim që Edi Rama, nëse vjen puna për marrëdhënie personale, jo politike, po personale, raportet më mira ka pas padyshim me PDK-n e Hashim Thaçit. Po nuk e di si janë raportet sot. Me PDK-n e Hashim Thaçit? Me PDK-n e Hashim Thaçit ka pas shumë të mira. Si ka sot me PDK-n Edi Rama? Na jemi një parti politike në opozitë dhe zakonisht... Okej, se ky libër që keni për i zotit Shala e i doktor Shalës, kur është stafet besoj ju ka bashku në Tiranë, ju ka mbledh sërish Tiranë. Puna është, si janë raportet sot midis Edi Ramës dhe klasës politike veçanërisht PDK-s? Pasi unë mendoj që sot është PDK-ja që ka më shumë nevojë të rikthehet në skenën politike të Kosovës si alternativë. Çfarë ka bërë kryeministri Rama gjatë kësaj kohë që mendoj që ka qenë e drejtë e duhur është që ka bashkëpunuar me ata që janë në qeveri. Unë kam qenë ministër i jashtëm ku kem pas bashkëpunim shkëlqyeshëm qoftë me Sali Berishën, se kam qenë i mandati i parë, qoftë me Edi Ramën 2013 kur i fitoi zgjedhjet, me që kur jenë qeveri bashkëpunon me ata që janë në qeveri. Kur jenë në qeveri, mund të kesh preferenca të ndonjë raporte personale edhe me ndonjë shqiptar në Maqedonitë e Veriut, po bashkëpunon me ata që janë në qeveri dhe ata që janë në pushtet komunal. Kur jenë në qeveri, bashkëpunon edhe në login për shefes me ata që janë në pushtet komunal, edhe nëse ke ndonjë preferencë individuale të dikuj i cili mund të jetë në opozit në pushtetin komunal. Prandaj nuk shoh këtu ndonjë dallim të çasës Edi Ramës në raport me PDK-n, apo me LDK-n, apo me AK-n. Mendoj që është sjellë si kryeministër i Shqipërisë në raport me gjitha subjektet tjera politike, ku çdo që duhet të jetë qeveritë Kosovës, e shoh të domosdoshme që të bashkëpunohet me Tiranën. Dallimi në kohën tonë ka qenë që në atë kohë arritëm që ta hartojmë një koncept të partneritetit strategjik, të mbledhjet përbashkëta të dy qeverive, të marrëveshjeve të shumta dhe është shoh të domosdoshme sidomos sot në një rend ndërkombëtar i cili e ka lindë Kosovën e pavarur, po i cili ka vdek, një rend i ri i cili ende nuk është krijuar dhe Kosova dhe Shqipëria si asnjëherë më shumë do duhet të mendojnë dhe rimendojnë se si të sillen në këtë botë e cila është e pasigur. Divorci politik në Kosovë mes Kurtit dhe Osmanit po ndodh në një kohë kur ndarja mes Amerikës dhe Evropës është skajshmërisht e thellë, si më thotë divorci mes partnerëve atlantik. Ju thoni kjo reflektohet edhe ky divorc, thoni ju? Jo, shqetësimi im është çka nuk kupton kjo. Nëse unë jam në Berlin edhe në Paris edhe në Londër dhe në Rom, sikur se kam qenë këtu mujtë të fundit e në Davosin e konferencës të sigurisë në München, dhe shoh që evropianët nuk dinë se si të sillen këtë kohë, çfarë të mund tash për një shtet të lirë dhe të pavarur të Kosovës, i cili ende si ka mbush 20 vite dhe rendi ndërkombëtar i cili prodhoi ato, rendi liberal ndërkombëtar, nuk ekziston më dhe ka një ndarje të thellë të partnerëve perëndimor. Dhe keni Amerikë, e cila në politikën e saj të jashtme e bazon në premisa ideologjike dhe me pak në ato vlera që mi mësu që ta shohmi, një Amerikë e cila është më shumë e orientuar drejt Azisë, drejt hemisferës perëndimore, me pak drejt Evropës, dhe një Amerikë pa cilën ne si Kosovë, kushdo që do të jetë në administratë, qoftë Trumpi, qoftë Bideni, qoftë të ardhmë ndikush tjetër, e kem të vështirë mbjetesën tonë politike. Dhe shqetësimi im është se si të sillemi ne në këtë